Një zjarr ka përfshirë një fabrikë stiropori në fshatin Mushnikov në Prizren në orët e para të mëngjesit të 7 prillit 2026. Sipas policisë, rreth orës 3 është pranuar informat për shpërthimin e zjarrit. Njësitë policore kanë reaguar menjëherë së bashku me zjarrfikësit, të cilët kanë arritur ta lokalizojnë dhe më pas të shuajnë zjarrin, duke vënë situatën në kontroll të plot. Në vendin e ngjarjes kanë dalur edhe hetuesit e stacionit policor në Prizren, si dhe njësia krim teknikës për të ekzaminuar rrethanat e rastit. Bazuar në të dhënat fillestare nga dëshmitarë dhe pronari fabrikës, dyshohet se zjarri është shkaktuar nga një makineri që përdoret për thithjen e pluhurit. Si pasojë e zjarrit, të materiale vlerësohen të jenë mbi 400.000 euro, sipas deklarimit të pronarit. Një punonjës i fabrikës ka kërkuar ndihmë mjekësore në emergjencën e spitalit rajonal në Prizren për shkak të problemeve me frymarrje nga tymi, por fatmirësisht nuk ka pasur lëndime të dukshme. Lidhur me rastin është njoftuar sektori hetimeve rajonale dhe prokurori i shtetit, me urdhër të cilit është iniciuar rasti incident zjarri. Lajmin e ka konfirmuar për televizionin Besa zëdhënësi policisë Togeri Shaqir Bityqi. Ndërto me prodhime vendore.